Në Kur'an nuk ka martesë që dikush mund të martu me dytën, tretën dhe të katërtën. S'ka. Burri mund mbajë deri në 4 gra, Muhamedi vetë kishte 11. Po besimtarëve u njohu të drejtën për të mbajtur deri në 4 gra, 1, 2, 3 ose 4. Ajeti 3 të surja Nisa është fraza methna thulathe wa ruba. Kur i qendër janë jetimët dhe vetë fjala Nisa që va kanë përkthy surja e grave, po të bëj me shtresat e harruara në shoqëri, me ato njerëzit që nuk janë në gjendje me ne gjallë, rejgjallën kam. Dhe ato që kam pak mundësi ma shumë, mund t'i marrin të mbikëqyrje. Methna 2-2, 4, thulathe 3-3, 6, ruba 4-4-8, dhe fare nuk bëhet fjallë se ati burrit i lejohet me marrë dytën, tretën, katërtën. E njëjta frazë kështu ka ardhur te surja Al-Fatir për krahët e engjëjve, methna thulathe wa ruba.